Shumë në kjo dita e katërt, me thonë ki qemi sot në Albani në qytet, dje e kishim vendin më lartë, me thonë të poshtëse, kurse sot do ki qemi gradualisht në qytet, në Albani, mirë po kuptohet, nuk do ki qemi direkt në trafik, po gradualisht do ki qemi, do shkon njëherë rreth e përqartë qyteti, ka më pas të ki qemi edhe në trafik, kuptohet, prej këtij momenti, dhe me thonë ki qemi edhe në Albani. Nasi dhe si e sot? Si ndjehesh? Shumë do të në Okej, në tash do nisim me orën dhe do ndjekim videon se si do shkojmë hap pas hapi në Albani me instruksionet të reja dhe kisha diçka shtesë nëse ju pëlqen videoja dhe kemi pikpyetje se për ndonjë instruksion tjetër se si mund ta bëj, lirisht mund të parashtroni pyetje në koment dhe automatikisht do ju përgjigjem në momentin e parë që do kem hapësirë se çka ju intereson në lidhje me vozitjen. Okej, shikim të kaço. Vazhdojmë. Hajde, karikën e kemi në pozicionin e duhur, pasqyrat i kemi në rregull, nxjerrim parën, e ullim frenin, sinjalizojmë majtas, apo sinjal majtas, e lirojmë ngadal. Vetura kemi, po, apo e shohim pasqyrën. Pritë dhe pa. Me thonë, ne e shohim pasqyrën nga ana e majtësa kemi veturë edhe tash nga dalë mund të kyçemi, e drejtojmë timonin me njëherë, e drejtojmë edhe të kthesa parë majtas do shkojmë majtas. E lirojmë komplukin në rëpa, sinjalizojmë majtas se ne do kthejmë majtas edhe tash ne shohim veturë përballa kemi. Për momentin s'kemi, kështu që mund ta marrim kthesën. Apo nuk kemi vetur përballë, çdo herë ne kur kthejmë majtas, drejto timonin, kur kthejmë majtas ne zakonisht shohim përballë neve sa kemi vetur dhe më pas e marrim kthesën. Nëse kemi përballë, ne atëherë presim mes kursisë. Vazhdojmë edhe pak me tas, edhe pak komplet e nxjerrim të drejtën. Okej. Anësh qytetit orën, pak sa kandidatja ta marrë vete, lirohet. Megjithse kemi vozit kredit jashtë vendbanimit dhe tash kyçemi në vendbanim, ashtu fiks sikur e kemi në plan program, nuk i japëm shumë gas. Me thonë shkojmë më ngadal edhe ti kemi të qarta instruksionet, apo? Para kemi pengesa. Pengesa është gungë, apo komplut, pak poshtë se nxjerrim parën, majtas nalë. Edhe kur është kështu gunga e ngushtë e nalë, ne pa që të shkojmë me shpejtësinë e parë. Hajde, nxjerrim të dytën, komplut, pa komplut nuk mundet, apo? Okej, në rregull është, në rregull. Përsëri kemi gungë, apo? Komplut, nxjerrim të parën, majtas nalë, e treta është kjo, do thonë e kufizojmë majtas, drejto drejt, vazhdojmë me gas edhe pak, dhe me njëherë ndrojmë shpejtësinë, apo prej parën në të dytën. Shikoj ka ujë, mund të ketë edhe grop, kështu që edhe një anashkalim i vogël. Kjo gunga para nuk është shumë e madhe, vetëm e heqim gazin edhe mund ta kalojmë. Okej. Përsëri kemi penges para. E ullim komplet. Nxjerrim të parën. Majtas nalë. Vazhdojmë ngadal. Vazhdojmë me gasin e pak, e nxjerrim të
Tash ne do kemi ma shumë lëvizje në parën ditën tretën. Edhe, do me thonë da bëjmë ma shpesh në ndrimin e shpejtësive, kështu që edhe da mësojmë ma shpejt. Tash ne kyqemi në Unaz, kemi kryqëzim, komplet, nxjerrim parën, edhe ne në Unaz e shohim anën e majtë se a ka vetura jo. Për momentin nuk ka, kështu që mund të kyqemi në Unaz. Mund të mbajmë Unazën, e mbajmë. Shkojmë rreth Unazës. Sinjalizojmë djathtas. Çdo herë kur e lishojmë Unazën, kemi këmbësor, hapëm sinjal djathtas për arsye se ne do vazhdojmë drejt, apo nuk rrim më në Unaz. E rritim shpejtësinë edhe pak, hajde kontroll, e nxjerrim të drejtën, majtas poshtë, vazhdo me gas. Sinjal djathtas, dhe kalojmë kursejnë djathtas, a kemi djathtas vetur? Jo, apo heke gazin, qofim këmbësora kemi, dalë sinjali. Edhe këtu në qytet kemi ma shumë punë, apo gradualisht do i mësojmë, dhe me thonë teknikat, instruksionet se si të lëvizim. Sinjal djathtas, da. Nxjerrim. Vazhdojmë nga dalë, semaforin e kemi të hapur, kështu që mund të vazhdojmë dhe shkojmë djathtas. Apo, heke pak gazin, nëse kemi në këmbësor, ne duhet të presim. Mere kthesëm, mere. Nuk kemi këmbësor, apo? Edhe kur s'kemi këmbësor, ne mund të vazhdojmë. Nëse ka këmbësor, megjithse ne kemi semaforin e gjelbër, shkojmë para këmbësori, më pas shkojmë ne. Ka ujë, edhe kur ka ujë, ne shkojmë shumë ngadalë, e ullim ngadalë ngadalë, për arsye se kemi këmbësor, edhe mund të vazhdojmë përsëri ngadalë. Nuk është kur gjo tragjike qyteti, edhe nëse ka trafik, nuk është tragjike, duhet t'i dish vetëm teknikat se si të veprosh, apo? Që ty të kthesa par majtas dhe shkojmë majtas, si kur kjo vetura para që e kemi, u le kontrollim. Të para, vazhdo nga dalë. Edhe shofim përballë neve ne kemi vetur kit lejon, kështu që mund të shkojmë drejtohet timoni, do thënë automatikisht kalojmë anën e djathtë kurses, apo edhe pak gas, edhe pak, hajde kontroll, e nxjerrim të drejtën, vazhdojmë nga dalë, nuk shpejtojmë. Mbajmë anën e djathtë, krahu i djathtë, ana e djathtë është ana e jonë ku duhet ne të pozicion. Te udhkryqi, do shkojmë djathtas, sinjalizo djathtas. E ndalim shpejtësi, nxjerrim të para, merre kthesën, e marrim kthesën, shohim anën e majtë, edhe mund të vazhdojmë. Edhe drejtojmë, kompluk, e nxjerrim të drejtën. Në thonë përsëri ne duhet dalim nga ana e djathtë. Nga ana e majtë, do me thonë pozisën më shpejt veturat, përse nga ana e djathtë pozisën më ngadalë. Dhe ne do shkojmë drejt, kështu që mund ta mbajmë anën e djathtë. Për ndryshe, nëse do kishim shku majtas te Unaza, atëherë do kishim kalu te kursia nga ana e majtë, edhe të shkojshim afër Unazës edhe të kalojshim majtas. Heke pak gazin, apo? Që të më mësojsh teknikat ashtu si duhet.
kapës ka vetur, ne duhet ta ngadalsojmë shpejtësinë. Okej, shohim anën e majta ka vetur, edhe mund të kyçemi, nuk ka. Kyçemi korsinë e dytë e sinjal djathtas, me thonë korsinë e dytë lart unazës, edhe përsëri kyçemi anën e djathtë. Nuk kyçemi, do me thonë anën e majtë, po mbajmë korsinë nga ana e djathtë. Vazhdojmë me gaz edhe po. Hajde nxirren të parë, të tretën, drejt nalt. Okej. Shumë. Heke gazin. Tu tash ne ma vetëm se jemi në trafik, jemi kyç do me thonë vendbanim trafik, edhe tash kuptohet se duhet të punojmë pak ma shumë me pedalet. Kemi ma shumë punë, është teknikë e re, vazhdo me gaz, me gaz, me gaz. Ajde, komplu ke nxjerrim të dytë. Do me thonë kemi ma shumë të ndalemi, të nisemi, si ti përdorim pedalet, si la bëjmë nisin ma të lehtë, kemi pengesa ma shumë. Ule komplu nga dalë, nxjerrim të parë, liro komplu nga dalë. Me thonë si që shifni edhe vetë, kolona është në maksimum, trafik kemi mjaftueshëm, jo mjaftueshëm, por diçka ekstra le të themi, nga se jemi para Bajramit, para festës Bajramit, edhe kështu që jemi maksimum në trafik. Mirë po, për kandidate, për kandidaten është më e mira sepse mësohet të vozisë në trafik. Se shumë lehtë ti mësojmë vetëm teknikat, instruksionet edhe të vozisëm pa trafik. Mirë po, të vozisëm me trafik, atëherë ne tregojmë vetveten se sa shofer jemi. Tash ndalemi në semafor, apo nësive e tregojmë vetveten se sa shofer jemi, apo unë ashtu them. Çdo herë më pengon kur e kanë patentën e shoferit disa vite, edhe frigohen të dalin në trafik, në komunikacion. Ka shumë trafik edhe nuk guxoj dal. Mirë po, derisa i bën orët, lirokën të vinë nga dalë, gati kemi këmbë, nuk i japëm gaz ma shumë, resot. Derisa ne orët i bëjmë në trafik, me komunikacion, ne as pak nuk e kemi të vështirë, sinjalizot djathtas, shifëm pasqyrë djathtas a ke vetur, bëjmë anashkalim edhe vazhdojmë. Që mos presim ne këtu disa minuta, pas asaj veturës që është rreshtuar në semafor, ne bëjmë anashkalim edhe kalojmë përsëri vazhdojmë drejt. Me disa teknika që i japim gjatë vozitjes, do me thonë ne mund vozisëm edhe në trafik edhe pa trafik. Vazhdo me gaz, rritë shpejtësinë, pak rritë. Komplu, e nxjerrim dytë. Nuk japëm full gas, është teknik tu që s'duhet full gas. Ngadalsojmë, nxjerrim të parë. Çdo herë nisjen ne e bëjmë me parën. E bëjmë komplu gati, tash e hekëm kushnicën. Vazhdojmë nga dalë me gaz, nga dalë. Nga se jemi mësu dje vend malor, na është da shumë gazi. Heke gazin, lutem, heke gazin. Me thonë edhe sot vazhdojmë ato teknikat me gazin, mirë po sot, sidomos sot që ka trafik këtu, nuk na duhet thuj se as pak gazi, na duhet shumë pak, për arsye se ne qëndrojmë në kolon. Unë e kontrollit dhe pa kushnicë. Don frenin punues e përdorim shumë pak. Ne tash nga se jemi në fillim edhe shtypim pak më shumë frenin punues derisa ta mësojmë atë teknikën se si të ndalemi ashtu nga dalë, ashtu but, nes na boj ajo zhurma, mos ndalemi total në vend apo. Mirë po ato dhe i mësojmë në vijim nga dalë, ule kontrollim, nga pak. Me thonë, e ndalim ashtu but frenin punues, apo si që themi në shpi kushnicën. Për gjuhën, do me thonë, i kemi në disa fjallë edhe si i përdorim shpi, edhe si i përdorim
si kemi në testin teorik gjatë marrjes së patentit shoferit. Me thonë, i kemi atë komplugin, e kemi, e ulim tufën, freksionin, mirë po ne këtu nuk e përdorim, nga se në shtëpi e përdorim kompluk edhe për atë arsye e përdorim në atë mënyrë që ta kemi më të lehtë, mirë po edhe frenin punues, ndonjëherë tham frenin punues, ndonjëherë them kushnicë, vazhdo ngadalë, për arsye se në shtëpi jemi mësu në atë mënyrë, në atë gjuhë, mirë po e përdorim edhe gjuhën se si do e kemi në test, në teorik, po edhe si e përdorim në shtëpi, sinjal djathtas. Tash ne në Tetov i kemi të dy gjuhët i përdorim, i kemi qejf pak t'i bëm mix. Apo, se po ta them unë ule tufën ose freksionin, ti s'do më kuptojsh, kështu që i përdori të dijat. Kompluk edhe e përdori edhe fjalën tjetër, po edhe frenin punues, herë them frenin punues, më pas them kushnicën, ndale sinjalin. Për këtë arsye dhe i përdorim të dy gjuhët se ne mundohem ndonjëherë zakonisht ta flas letraren, nga se audiencën e kam nga vende të ndryshme, mirë po është patjetër të folim edhe pak tetovar që nga se ne jemi nga Tetova. Tash filloj të lehtësohet ajo pjesë, apo? Heke gazin ngadalë, lehtë frenojmë, kompluk, e nxjerrim parën, mos freno më shumë, mos freno se duhet ecim ende. Hajde, vazhdo ngadalë, ta shohim anën e majtë. Heke gazin. Në me thonë kemi nga ana e majtë vetura, kështu që i presim edhe tash mund të vazhdoj. Okej, vazhdo ngadalë, vazhdo. Sinjalizojmë djathtas, sinjal djathtas. Okej, edhe vazhdojmë përsëri drejt. Çdo unas që ne e lëshojmë, apo vazhdojmë drejt, ne sinjalizojmë djathtas. Me gaz, nxirrem lutën, komplot lutën, vazhdo ngadalë, minimum gazin lutën, dale sinjali, minimum gazin, heke gazin, me thonë kemi shumë gaz, apo? Dhe me thonë duhet të ecim, të lëvizim më ngadalë, mund edhe pak gazin, apo shumë pak, mirë po jo të është një shumë se para na pret kolonë, heke gazin fillimisht, frenojmë pak, kompluk, nxjerrim të parën, heke frenimin, heke le të hecë vetura, jo shumë gaz, ngadalë, edhe përsëri ne kemi unas, kemi kryqësim, kemi nga ana e majtë vetura, apo tash një vetur që na shkon drejt edhe ne vazhdojmë drejt, vazhdo pak me gaz. Në më thonë kyqemi automatikisht sinjal djathtas lartë edhe vazhdo me gaz. Tash këtu ku dalim prej unazës, ku nuk kemi këmbësor, ne mund të vazhdojna me gaz. Mirë po, kur kyqemi në unazë, nuk mund të vazhdojmë me gaz. Tash me njëherë nxjerrim të dytën, nuk shkojmë me të parën, tamam, mjafton gazi direkt të dytën. Liro komplugin, nuk i apo më shumë gaz, se para na presën pengesa, apo? Më thënë, ne zakonisht e ndjekim rrugën para se çka na pret. Më thënë, nuk do të shiqojmë vetëm të vetura jonë, po do të shiqojmë më larg, apo? E ulim komplugin ngadalë, sinjalizon majtas, nga se do të kthejmë majtas. Megjithse kemi semaforin e hapur, ne përsëri duhet presëm në mes, për arsye se edhe ato përballë neve ule komplugin, nxirren farën, edhe ato përballë neve kanë semaforin në gjelbër, kështu që duhet të presim. Liro komplugin edhe pak, heke kushnicën, shumë, liro. Edhe në bas kësaj veturës kyqemi edhe ne.
drejto. Do thënë automatikisht në kursin e gjatë, apo kur e marrim kthesën majtas, pa tjetër me njëherë pastaj ta marrim kthesën nga ana e kundërt. Nëse kemi marrë kthesën majtas, e drejtojmë nga ana e djathtë që të kyqemi fiks te kursia jonë. Hajde, kom të nxirë të dyta. Liron nga dalë. Sinjalizojmë, nuk ndalemi nësi për vend, sinjalizojmë majtas, nuk kemi penges, apo vetëm e ulim shpejtësinë nga se do shkojmë majtas. Okej. Tash përsëri ne kemi përballë nasibe, kemi përballë vetura, heke gazin. Okej. Edhe presim ne këtu në mes, apo mund të vazhdojmë se ki e vërejtë si t'i boni drita në blindim, apo më thonë na blindoj se jeni të lira, mund të vazhdoni, apo për ndryshe dueshte ende ne të presim. Hajde gas pak, shumë pak gas, hajde kompluk e nxjerrim dyta, vazhdojmë nga dalë. Si ndjesh me instruksionet? A i ketë qarta? Në me thonë, kuptohet, fillestari jemi, kuptohet, kemi nevoj për teknika, kuptohet, kemi nevoj për ideja, si t'i bëjmë udhkryqet, si t'kyqemi në nas, si dalim për në nasës, mirë po, për atë arsye dhe i kemi 18 ditë pozitje. Sinjal djathtas, ule komplutin, nxirën para, për arsye se ne e marrim timonin nga ana e djathtë, edhe shofim nga ana e majta, kemi vetur ajo. Okej. Mund të vazhdojmë direkt anën e djathtë, edhe hapëm gaz. Tash vazhdojmë gaz, kompluk e nxjerrim dyta. Edhe këtu jemi rruga industriale, ku zonën e kemi 40. Hajde, kompluk e nxjerrim të drejta, drejt nalt. Vazhdojmë. Edhe këtu do me thonë të freni motorik mund të bëjmë lëvizje ma shumë. Do me thonë nuk rrimë vetëm me të parën me të dytën, mund të shkojmë edhe me të tretën, po mund të shkojmë edhe me të katërtën nëse ka hapësirë, varsisht krejt prej trafikut edhe hapësirës se si ne e kemi. Do me thonë bulevard, rrugat më të hapura, mund do me thonë frenin motorik të vozisëm edhe më shpejt, kuptohet 40, nëse është zona 40, vazhdojmë nga dalë, vazhdojmë me gas, me gas edhe pak lute, e nxjerrim dyta, vazhdojmë, sinjalizojmë majtas, e hekim gazin, çdo kthes ne e hekim gazin, apo, edhe tash e marrim kthesën nga ana e djathtë, merre kthesën, okej, sinjalizojmë majtas, poshtë, edhe tash do me thonë, i kemi 3 kursi, ne do t'a lishojmë këtë kursi, dalim nga ana e majtë. Sinjalizojmë majtas dhe vazhdo gas, lutëm gas, krejt në rregull është. Dale sinjalin tash, do me thonë, u kyqëm këtë kursi, hajde dhe pak gas edhe pak, hajde kompluk, nxirën drejt nalt, vazhdo nga dalë. Gazin, edhe mbajmë kursin nga ana e djathtë për arsye se ne do shkojmë djathtas. Kursin e djathtë kemi që të kalojmë të shkojmë djathtas, kursin në mes e kemi për drejt, dhe kursin e majtë kemi për të shku drejt edhe majtas. Kujdes, ma nga dalë, në me thënë e kemi zonë ku ka këmsor, ka unaza, e ke gazin në dalë, shofim këmsor s'kemi, anën e majtë të unaza, nuk kemi, apo ma nga dalë përsëri që ta matim unaza, sinjal djathtas,
Me thënë ta bëjmë unazën ashtu si duhet, ta mbajmë kursin tonë. Se për të shku në kursi tjetër është shumë lehtë, nuk shkojmë me pas. Dritat e gjata I ka aktivizu këtu, tëra ke pak. Super, e pësin janë djatas, kalojmë kursin djatas, shofim pasqyra kemi vetur, e ke gazin, frenopat, komplu, nxirren të parën, vazhdo nga dal, edhe që aty në gjendër do ndalemi, jemi në përfundim të orës. Apo? A je happy se sos ish orën apo? Normale. Okej, pullet konkludi. Okej, edhe pak para. Tem drejt si duhet veturën, apo? Dhe këtu jemi në përfundim të orës, ndalemi, nxjerrim neutral prej shpejtësisë, prej kursimit, ngrihem frenin e dorës, e hekim rifin e sigurimit, apo? Dhe ne këtu sa po e përfundojmë orën, dhe me thënë orën e parë me vendbanim, dhe si të duk ora parë me vendbanim, ma jep një mendim. Super. Jo diçka tragjike, apo? Jo. Me thënë siguria është në vendbanimit, mirë po këtu disa teknika më të reja pak më ndryshe. Apo? Atëherë miru ta kofshim në video me radhës.